Rreth 600 banor të fshatrave të ish komunës Picar janë izoluar për gati 10 orë si pasojë e shembjes së urës që lidh tre fshatrat Picar, Golem, Kolonj. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 3 të mëngjesit si rezultat e rreshjeve të dendura të cilat po mbizotrojnë në jug të vendit gjatë 24 orëve të fundit. Sipas kryetarit të Këshillit të Qarkut Armand Hila, po merren masa për zgjidhjen e situatës, duke bërë një rimbushje provizore të pjesës së shembur. Në rrethin e Gjirokastrës, konkretisht në njësinë administrative Picar, kemi një rast konkret, ka rënë një urë e cila lidh fshatin Picar me dy fshatrat tjera, fshatin Kolonj dhe fshatin Golem. Nuk është përfunduar ende kjo rrugë, kështu që nuk është marrë akoma dorëzim nga ne, kështu që ne për këtë gjë do ta bëjmë prezente edhe institucioneve të tjera, instancave tjera shtetërore, që të marrin masat që kjo rrugë dhe kjo urë të rregullohet sa më shpejt, sepse njerëzit nuk mund të bllokohen. Në qarkun e Gjirokastrës situata paraqitet problematike edhe në akset rurale të 7 bashkive të këtij qarku, konkretisht në segmentin ku lidhet zona Sopik Skore Gjirokastër, Frashër Piskov Ballaban Përmet, Tepelen Progonat Bënç dhe në kthesën e Memaliaj. Gjithashtu e vështirë ka qenë lëvizja në orët e para të mëngjesit në segmentin kryesor të qytetit të Gjirokastrës, si dhe në disa nga lagjet e saj.